Dëshira ime për të mësuar gjuhën kineze nisi kur isha rreth 15 vjeç për të sfiduar veten. Më pas shkova në Institutin Konfuci, pata fatin që të kem profesor ndër më të mirët në Konfuc për të mësuar gjuhën kineze dhe kjo më ka ndihmuar shumë në zhvillimin e gjuhës kineze dhe pasioni për të vazhduar më tej për të mësuar gjuhën kineze. Mbasi mbarova gjimnazin, tash bëj një shkollë në Shqipëri apo vazhdoj një shkollë në Kinë. Mbasi kisha mësuar 3 vite gjuhë kineze, thash më mirë po shkoj në Pekin, besoj do jap më shumë rrugë vetes dhe do kem mundësi më të mirë për të zhvilluar vetveten. Çdo gjë shkoi shumë mirë, në fillim isha shumë i habitur nga kultura, nga sjelljet që kishin njerëzit me njëri tjetrin, ishte me të vërtet goxha interesante. Pas shkak se unë në Shqipëri kisha mësuar gjuhë kineze, edhe sadopak dija pak nga kultura kineze, por sapo shkova në Kinë, pash diçka komplet ndryshe nga ajo që mendoja dikur.